Qysh i kemi marrëdhëniet me Albonin kryetorin? Nuk kemi hiç marrëdhënie, Why? sepse ai s'komunikon kur me ne dhe Why? kur me kuvendin. Uaj vetën ata. Si duhet të jetë komunikimi? Komunikimi duhet jetë realisht i përditshëm. Ne mbajmë një komunikim zyrtar, që na obligon ligji në format zyrtaritetit, por në pyetjen që e bët në aspekt shoqëror, që duhet të ketë komunikim kryetari i kuvendit me kryetarin e komunës, këtë nuk e kemi. Për shkak se i takojmë dy subjekteve të ndryshme politike. A veç për sta? Unë më nëjë tjetër sa nuk besoj që kemi një belatnis. A keni provu ne me thonë hande bete pim kaj kafe nëse nështë ai pret për juve për shembull si kryetorun, janë kryetorit thot ma që naj kafe nëse. E kemi provu, por politika e lëvizjes vendosje në komplet në nivel republike, po dhe në nivel lokal që është importuar në Gjilan, janë politika refuzuese dhe grindavese karshi krejt atyne që menojnë ndryshe. Po dhe ne jemi në demokraci dhe kemi drejt. Shtasën këtë zatete ku mi thonë pse nuk fol me kryetorin e këvendit. Bile thuj edhe thërna me pi kafe, vim bashk. Edhe që ta është sholla na qëtë neve mas pari kafe, se nuk e di. Tani vjedhone. Si dihet? Ju pajtej? Për Prishtinë e morë si dihet.